Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti e Komisionit Evropian është e mendimit se iluzionet për sigurinë europiane janë shkatruar. The European security order is being shaken and so many of our illusions are being shattered. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, Ursula von der Leyen tha se rendi i sigurisë europiane është rënditur thellë dhe iluzionet tona janë shkatruar. We thought we were enjoying a peace dividend, but in reality we were just running a security deficit. The time of illusions is over now. Europe is called to take greater charge of its own defense, not in some distant future, but already today. Ne menduam se po shijonim një dividend paqeje, por në realitet kishim vetëm një deficit sigurie. Europa është thirrur të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj, jo në të ardhmet të largët, por sot, ta kreu i Komisionit Evropian. Von der Leyen deklaroi se investimet në mbrojtjen europiane janë të nevojshme për shkak të situatës në Ukrainë dhe se është urgjentisht e nevojshme të plotësohen boshllëqet në furnizimin ushtarak të Ukrainës dhe t'i ofrojnë garanci të forta sigurie. Rusia dhe SBA-ja ranë dakord të martën të fillojnë të punojnë për të dhënë fund luftës në Ukrainë për të përmirësuar lidhjet e tyre diplomatike dhe ekonomike, thanë diplomatët e lartë të dy vendeve pas bisedimeve që pasqyruan një pamje në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën presidentin Donald Trump. Në intervistë për Associated Press pas takimit, sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se është rënë dakord konkretisht për të ndjekur 3 qëllime: rivetosin e stafit në ambasadat e tyre përkatëse në Washington dhe Moskë, për të krijuar një ekip të nivelit të lartë për të mbështetur bisedimet e paqes në Ukrainë dhe për të eksploruar llogaridhënie më të ngushta dhe bashkëpunim ekonomik. Bisedimet midis delegacioneve nga Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara për të dhënë fund luftës 3 vjeçare të Kievit me Moskën u hapën të martën në Arabinë Saudite. Reagimi erdhi disa orë pasi mbrojtja ajrore ruse rrëzoi 337 dronë ukrainas mbi Rusi. Zyrtarët ukrainas thanë se ata do të propozojnë një armë pushim që mbulon detin e zi për transport më sigurt, ndalimin e sulmeve me raketa me rrezet të gjatë që kanë goditur civilet në Ukrainë dhe lirimin e të burgosurve. Zyrtarët e lartë thanë se Kiev është gjithashtu i gatshëm të nënshkruajë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për aksesin në mineralet e rralla të tokës të Ukrainës. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se delegacioni SBA-s nuk do të propozonte ndonjë masë specifike për të siguruar fundin e konfliktit 3 vjeçar, por donte të dëgjonte nga Ukraina se çfarë do të ishin të gatshëm të merrnin në konsiderat. Kancelari i Arqëm i Gjermanisë Friedrich Merz njofton bisedime me Francën dhe Britaninë për të diskutuar mbi ndarjen e armëve bërthamore, por paralajmëroi se një veprim i tillë nuk mund të jetë një zëvendësim për mburojtjen ekzistuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Europën. Ndarja e armëve bërthamore është një çështje për të cilën duhet të flasim. Ne duhet të jemi më të fortë së bashku në parandalimin bërthamor. Ne duhet të bisedojmë me të dyja vendet, Francën dhe Britaninë, dhe përveç kësaj nga perspektiva e plotësimit të mbrojtjes bërthamore amerikane, të cilën natyrisht duam ta shohim të ruajtur, tha kancelari i Arqëm i Gjermanisë. Merz tha se situata e ndryshuar e sigurisë globale tani kërkon që europianët ta diskutojnë këtë çështje së bashku. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbyllin 83% të programeve të ofruara nga USAID. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se pjesa e mbetur e programeve të USAID që do të vijojnë do të jenë në monitorim, do të administrohen nga Departamenti i Shtetit. Në postimin e tij, Rubio falenderon stafin e departamentit të efikasitetit të Elon Musk për punën e bërë dhe auditin e kryer në USAID. 5200 kontrata që tani janë anulluar shpenzuan 10 miliarda dollar në mënyra që nuk i shërbenin dhe në disa raste edhe dëmtonin interesat thelbësore kombëtare të Shteteve të Bashkuara, shkruan sekretari i Shtetit Marco Rubio në rrjetet sociale. Multimiliarderi Elon Musk paralajmëron Europën se sistemi i komunikimit satelitor Starlink është jetik për Ukrainën. Sipas tij, Starlink bën shtyllën kurrizore të ushtrisë së Ukrainës duke qenë thelbësor për funksionimin e saj në terren. Në një koment të bërë publikisht, Musk u shpreh tronditur nga vitet e masakrës dhe parashikoi se Ukraina është destinuar të mbas luftën nëse nuk arrihet një marrëveshje paqe. Deklaratat e Musk gjallën reagime ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Polonisë Radoslaw Sikorski reagoi ndaj komenteve të tij duke kujtuar se kostot e Starlink për Ukrainën mbulohen nga Ministria Polake e Transformimit Digital, një vlerë prej 50 milion dollarësh në vit. Sikorski paralajmëroi se nëse SpaceX tregohet një partner i paqëndrueshëm, atëherë do të detyrohen të kërkojnë furnizues të tjerë të komunikimit satelitor. Ish bankieri Mark Carney fitoi garën për të bërë udhëhesi i Partisë Liberale të Kanadas dhe të pasojë Justin Trudeau si kryeministër. Ai do të marrë drejtim në një kohë të trazuar në Kanada, e cila është në mes të një lufte tregtare me aleatin e vjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Donald Trump, dhe duhet të mbajë zgjedhje të përgjithshme së shpejti. There's someone who's trying to weaken our economy. Yeah. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living.
Është dikush që po përpiqet që të dobësojë ekonominë tonë, tha Carney për Trump duke nxitur thirrje të forta në mbledhjen e partisë. He's attacking Canadian families, workers and businesses, and we cannot let him succeed. Ai postulon punëtorët, familjet dhe bizneset kanadeze. Ne nuk mund ta lëm të ketë sukses. Qeveria ime do të mbajë tarifat tona ndërsa amerikanët të na tregojnë respekt, tha kryeministri i ardhshëm i Kanadas. Trudeau njoftoi në janar se do të tërhiqej pas më shumë se 9 vitesh në pushtet. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.